30 dhjetor 2025, jemi në ditën e diellit. Jemi në ditën e fundit të këtij muaji dhe ndikimet në përgjithësi janë pozitive. Përshëndetje, unë jam astrologia Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Në fund të saj, Venusi do të kalojë tek shenja e radhës, ajo e Shigjetarit. Por deri në atë moment do të jetë vendosur tek shenja e Akrepit. Kjo do thotë që mund të kemi sfida vërtet shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve sentimentale. Të gjitha këto sfida do të dalin përpara në mënyrë që ne të zgjidhim problemet të cilat janë vërtet shumë thelbësore. Për këtë arsye do të këshilloj që t'ia bindin veshën. Të diskutojmë hapur me partnerët tanë dhe për të gjithë ata që nuk kanë një partner në jetën e tyre, do të këshilloj që të drejtoheshin brenda vetes, sepse kjo është një ditë vërtet shumë efikase për të kuptuar se çfarë ne dëshirojmë vërtet nga një lidhje. Ndikimet që asaj dite janë vërtet të zbutura. Kemi një hënë të vendosur tek shenja e Dashit, e cila edhe pse na bën pak impulsiv, duke qenë se do të ketë kënde pozitive me shumë planete, kjo na bën ne edhe pak më të lëvizur. Kemi një gjallëri vërtet shumë të madhe dhe një optimizëm ndaj jetës, prandaj që asaj dite do të argëtojmë vërtet shumë. Kemi pak më tepër mos kokçarës, që do të na bëjë që edhe nëse dalin probleme përpara, ti e kalojmë vërtet shumë thjesht. Mos të harrojmë që të përgatitemi edhe për javën në vazhdim, tashmë jemi futur në një periudhë më pozitive, gjithsesi duhet të vazhdojmë që të jemi të përgjegjshëm. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.